Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka mbështetur një cikël aktivitetesh të titulluara në gjurmët e mjedës në kompleksin muzeal Ndre Mjeda në Kukull të Barbullushit. Aktiviteti i parë realizuar në ndërtesën ku Mjeda shkruante krijimtarinë e tij, përfshiu interpretime letrare të veprave të Mjedës në prozë dhe poezi, me interpretues nga Zadrima, Shkodra, Tirana dhe Durrësi. Inesa Sula nga Tirana, organizatore e këtij aktiviteti dhe eksperte e trashëgimisë kulturore, sqaroi. Ka goxha interes, nëpërmjet edhe daljeve të shpeshta mediatike, njerëzit kanë filluar të marrin informacion më shumë për këtë figurë, sepse e njohin vetëm për pjesën për faktin që ai është një prift, një poet, por nuk e njohin edhe për këto veprimtaritë e tjerë dhe edhe pjesën e poezisë e njohin shumë pak. Disa aktivitete të tjera që ne kemi parashikuar, një prej tyre është në qershor në datat 20, 21 dhe 22. Këtu do të zhvillojmë një festival arti ku artistë jo vetëm nga Shkodra edhe nga Lezhë, por nga gjithë Shqipëria edhe shqiptarë që jetojnë në Itali dhe në Amerikë do na bashkohen dhe do bashkohen disa rryma artistike. Ndërsa përgjegjësi i kompleksit muzeal Ndre Mjeda, Dominic Uggjini, thekson se krijimtaria e Mjedës, Fishtës dhe shumë të tjerëve, si dhe vizioni i tyre, vazhdojnë të tërheqin interesin e brezave të sotëm dhe kjo është shumë e rëndësishme. Poetë e kësaj natyre, të kohës rilindasve, mesin gjithherë njerëz aktual në çdo kohë, në çdo periudhë historike. Dhe ne kemi nevojë gjithherë të kemi si pika reference këta personazhe, qoftë Mjedën, qoftë edhe Algjer Fishtën, qoftë edhe po themi edhe Naimin e Samin e tjerë. Do thotë se duhet në këtë aspekt t'i rikujtojmë sepse ka qenë figura gjigante dhe papërsëritshme si masme dhe pastaj gjenerat e treja duke i njohur këta fillojnë të ta ndërtojnë një model jete, një model letërsie, ndoshta edhe pak më ndryshe, por baza gjithherë është e koha e rilindasve kombëtar. Në këtë aktivitet, krahas letrarëve të rinj, morën pjesë edhe poet, shkrimtar dhe studiues nga Lezhë, Vauideës, Shkodra dhe Malësia e Madhe, të cilët theksuan në këtë takim se poetë si Ndre Mjeda me krijimtarinë e tyre me një rrezatim kulturor, kombëtar dhe artistik, janë pika referimi për mënyrën se si poetët dhe shkrimtarët i shërbejnë kombit të tyre.